Ardian Ismaili është mungesa e madhe për Torino në sfidën e radhës të Serie A. Mbrojtësi kombëtares ka plotësuar numrin e 5 kartonëve të verdh, për këtë do qëndrojë i pezulluar ndaj Cremonezes. Transferta për Torinon është rezervuar me 19 prill, prej orës 12:30. Torino tashmë është në një pozitë komode për mbijetesën, pasi regjistron 3 fitore në 5 ndeshjet e fundit. Ismaili la pas dëmtimet dhe është kthyer në lider për Torinon. 29 vjeçari shikohet pikërisht si garancia në qendër të mbrojtjes. Torino ndërkohë ka kaluar një sezon mjaft të vështirë deri tani. Stabiliteti në mbrojtje ka sjell edhe rezultatet pozitive në javët e fundit. Ardian Ismaili është kthyer në një nga shtyllat e Torinos, që me emërimin në drejtimin e skuadrës të trajnerit Roberto D'Aversa, i cili ka besuar Chelsea-n e prapavijës. Dhe sipas mbrojtësit të kombëtares shqiptare, ndryshimi i trajnerit i ka bërë shumë mirë Torinos, duke mos kursyer thumbimin ndaj Marco Baronit, i cili drejtonte këtë ekip më përpara. Në prononcimin për mediat pas fitores 2-1 ndaj Veronës, që ka mbyllur çdo diskutim për mbijetesën e Torinos që gjendet 12 pikë larg zonës rrezikut, Ismaili ka treguar se pse gjërat po funksionojnë me trajnerin e ri. Shihet që jemi të ndryshëm dhe në 6 ndeshjet e fundit kemi bërë 12 pikë. Jemi të ndryshëm në gjithçka, përpara dhe mbrapa. Ndoshta nuk luajtëm në pjesën e parë, por të rëndësishme janë pikët. Ndryshimi? Jemi të njëjtit lojtar, por të ndryshëm në fushë. D'Aversa ka vendosur lojtarë në pozicionet e tyre, ndryshe nga më parë. Ishim shumë mbrapa në klasifikim, tani jemi më lart dhe duam që të ngjitemi edhe më shumë. Jemi një skuadër e madhe me lojtarë të aftë. Mundemi dhe shpresojmë të arrijmë në gjysmën e sipërme të klasifikimit, tha Ismaili pas ndeshjes.